shumë nallë. Kam 10 milion mbrera në borç. Më kupton motrën? Të lutem, më ndihmoni se jam shumë nallë. Është katastrofë madhe. Me këpucën me çantën, me rrobe, me të gjitha 4 tavolinë kam. Paguaj 300.000 lekë. S'ka më keq më. Janë përmbyt gjithë. Ka funi. Në vetëm fare janë bë. Kaç po them? Si është këtu? Po ne na përmbyt çdo gjë këtu, malli, un kam 4 vende aty. Është përmbyt çdo gjë. Ja vesh ti shofësh rrobat e gjitha njoma. Kam mes 30 thas. Gjithë mallin. Pra asnjë më nuk mund të përdoret. Asnjë, absolutisht asnjë. U i kishte mbuluar komplet tavolinat. Dëmin, keni bërë një llogaritje sa mund të ketë shkuar? Tani un kam 4 vende aty, një 10 milion lek i kam. 10 milion sigurta. Se i thon nuk e di fiks fare sa mund të kem, po aq është e sigurt. Se i thon vite punë është gjithë. Kam 13 vjet këtu është malli gjithë këtyre viteve, am kupton. Kjo nuk është hera e parë që ju po përmbyteni. Tani kaq keq nuk ka ndodhur ndonjëherë. Mund të jetë jemi përmbyt gjërt e tavolinat, po jo të mbuloj malli. Kjo është hera e parë që ka ndodhur kaq. Ndonjë apel keni? Tani kanë vajtur tek kryetare tek Sakoja dhe ajo i kishte thënë lënë një numër telefoni, si kishte pranuar aty brenda, do ju marrim telefon. Asnjë përgjigje s'kemi marr. Nëse nuk do më shpërbleheni ose nuk merrni asnjë ndihmë nga shteti, rrezikoni dhe falimentimin? Po patjetër se kemi borxhe tek mallet, nëse se i likuidojmë mallet, se nuk e kemi atë fuqi që të likuidojmë mallet. Faleminderit ju. Atëherë, këtu është bërë katastrofë madhe. Ne kemi derë miliona lek. Edhe këtu ne duam ndihmë nga bashkia. Se ndryshe, edhe ky zotëria pronari nuk na vlerëson, sepse ai ka të drejtë privat. Sa u janë shkaktuar? Këtu pronat e mia këtu janë gati 10 milion lek. Të mijat. Zonja këtej ka më shumë akoma, shifç. Janë të gjitha për të hedhur, mund të riparohen? 90% janë për të hedhur. 90%. 10% çka kanë ngelur varur, disi kanë shpëtuar. Të gjitha këto poshtë tavolinës janë dëm i hedhur. Një apel që keni drejtuar autoriteteve? Apelnes duhet të vazhdojmë bashkia të na ndihmoj. Asgjë tjetër. Vetëm aty kemi shpresat e bashkia. Ju siguracione nuk keni, besoj që mund të përfitoni. Jo, nuk kemi. Siguracion nuk kemi. Nuk është mundësia, nuk ke pas mundësitë që të vetë sigurohemi. Kështu që me këtë dëm rrezikoni dhe falimentimin, rrezikoni borxhet. Ne jemi falimentuar. Për momentin jemi falimentuar, se gjithë këto tavolinat do paguhen. Pagesa do bëhet çdo muaj. Kështu që mall tjetër ne s'marrim dot se kemi mundësitë. Shtëpi me qira jemi. Sa atë? Në kazan dhe. Pse? Po janë la ku Kanë dalë të gjitha jashtë përdorimit? Gjithë. 25 tazja ka njerëz këtu dje që javë. Sa dëm e keni përllogaritur? Ku di unë merr mall fut këtu, tavolina ishte deri këtu plot, e gjithë mallin në kazan. Çfarë rrezikoni në këtë rast? Pra, rrezikoni falimentimin, rrezikoni të zhyteni më tepër në borxhe? Më shumë s'ka ku të shkojmë se ne vjedhim gjithë di. Nuk vim më. Pra ti do ta mbyllësh aktivitetin tua? Do ta mbyllësh se malli iku, edhe unë smur, aq. Si e me lopin? Po iku dirse. Edhe nësa mall kam marr, edhe smur me hallë. Çfarë? Ku do shkoj? Unë s'kam fuqi të një të marrë. Keni ndonjë apel drejtuar autoriteteve? Kush do vitë ndihmon? S'vjen asnjë. Kush do na japi lekë? 25 ta solla dje, edhe bile si paguajta ato që jodhen në kazan. Edhe ato sa do të jetë aq. Marroj tregu. Kush e ka bërë zdim? Për vetë sot nga rrobat? Uj, jam bërë kokë kem, s'kam ku dhete më. Sa dëmë u është shkaktuar? Unë kam të mbi 5 milion. Në 5 milion jemi tu. Po qa të bej, qa të them, bysë po i marrë me vete. Çfarë po i bëni, po i hidhni tani? Në kosh, ja. Dera po ke marrë punëtor, i hedhim në kosh, s'kemi ku i qoj më. Dëmi, sa ka shkuar? Më vete gati goxha, 6-7 milion më vete i gjithi.
Mua një, lere tjerët. Dynjan. Hajde ti këtu dhe fol tani. Po Po e sa di pse se kam marrë tani furnizim tjetër dhe jam duke u marrë pak me të. sa do me ju shkaktuar? 5 milion më, po. Çfarë ju doli jashtë përdorimet? Të gjitha. Kemi marrë furnizim tjetër prap. Të gjitha që në nuj? Është mbushur, ka kalu deri këtu. Deri këtu është mbushur. Kjo është hera e dytë në mos gaboj, sepse edhe në shtator ishit përmbytur. Po, jo si këtë radhe. Kjo Doni sa radhe, mund llogaritet në të dyja këto raste? dami. Qa dami ne merë borç hu këtu, e s'po dim ku jemi vetani. Edhe për këtë dëm besoj nuk do dëm shpërbleni. Po do zoti po veç i dorë. Se ku tjetër. 069 83 83 86 571. Vetëm zonja ti filmojmë një çik edhe këto që janë nuk ka problem. Jo, se edhe në moment atëherë më bët ju një telefon. Po. Okej, ma dërgoni në WhatsApp ashtu. Jo, Unë ju falenderoj në këtë rast se e di se çfarë do nuk të e thotë. qere parë, kemi përmbytur. Ashtu kanë ardhur e para 2 vjet. Jo, nuk çe. Jo kaq, jo. Me thënë drejtë, jo kaq. Follën, po jo Na, kaq. ashtu lag vetëm këto poshtë. Shiko, Dorë po kjo është më pak bilet. E kuptoj, kështu që e gjitha tek kjo ke përpara, edhe un kam bërë video. kuptoj. Që më çove Dynjan, ja. Tera për kosh, ja. apo do vish dhe ti? Po jo, është gjëna, realisht është gjëna. Sa tregtarë janë këtu, të lutem? Po, sa? Nuk e di. Të thjesht 70 nuk bën të tregujon tek. Po haqë. 70. Po sa jemi neve? E kuptoj, po që ju futët edhe... Po pra, të paktën gjatë... Ai shikon ambientin se këtu. Edhe gjithë lagështi. Sa më? Çka është? Një hapësirë. Ju sa paguani këtu në muaj? Aty kalon shteti, ka fajin vetë, pse mleti si shtet me punu pa sigurat? Unë jam rregull, më ka leju pse jo? Son fjalët do të ndryshe. Ju ka dalë malli gjithë jashtë përdorimit? Do na thoni një dy fjalë? Jam i ku kja të gjatën atje më leq. Si jeni një sekond? Hajde këtu